Inteligjenca artificiale tashmë është shndruar në një forcë ndikuese në shoqërinë tonë moderne. Këtë ka bërë të ditur edhe neurokirurgu profesor Mentor Petrela, i cili tha se është një zhvillim në ndihmë të gjithë secilit. Sipas Petrelës, si profesion që është në rrezik nga inteligjenca artificiale është profesioni i përkthyesit. Mjekësia, në sa i përket asaj që thatë ju të inteligjencë artificiale, është një zhvillim që do të ndihmojë shumë. Nuk do të rrezikohen si profesion, siç do të rrezikohen përkthyesit, sepse me inteligjencë artificiale besoj që përkthimet tash do të jenë perfekte. Profesori Petrela shtoi se inteligjenca artificiale do të vijë në ndihmë mjekëve, në asistime kur ata janë të pavëmendshëm. Tek mjekësia nuk shoh do të ketë një ndihmë të madhe tek profesionistë e mjekësisë. Do të asistoj shumë edhe aty kur ata mund të jenë nuk mund ta them jo vigjil, po mund të them për shembull që të pavëmendshëm, se gjatë ditës nuk kemi të gjithë me 24 orë me të njëjtën vëmendje. Në një moment mund ndodhi që mund të jesh ashtu dhe mund të kesh për të marrë një vendim. Në sajt inteligjencë artificiale ti mund vish që të thosh u prit do të thotë ajo se ki kujdes ke kjo. Neurokirurgu Petrela shpreson se me zhvillimin që do të ketë dita ditës kjo teknologji dhe po të dihet si të përdoret nga rinia, ajo do të arrijë të sjellë përgjigje të duhura.